SPAK provoi se Balluku ka intimiduar dëshmitarët Bardhi zbardosjen, i bëri presion vrartëses. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi deklaroi se SPAK ka provuar me metoda speciale hetimi, se zëvendës kryeministria Belinda Balluku ka intimiduar dëshmitarët. Sipas tij, provat gjenden në dosjen që prokuroria e posaçme ka dërguar në kuvent ku kërkon edhe heqjen e imunitetit Ballukut për efekt, arrestimi pas marrjes si e pandehur edhe me mas sigurie për tunelin e Llogaras e Unazës së Madhe, por ai shton se këto prova janë kyçur në kasafort nga kryetari Niko Peleshi, që nuk u lejon deputetëve që do të mlidhen në kuvendin e imuniteteve të premten. SPAK me metoda speciale hetimi ka provuar se Belinda Balluku ka intimiduar dëshmitarët. Provat ekzistojnë, ka sjellë në kuvend, por Niko Peleshi ka mbyllur ato në kasafort. Vonesat, kasafortat dhe fshehja e fakteve janë vetëm manovra të dëshpëruara të Edi Ramës për të blerë kohë, shkruan Bardhi mes të tjerash në Facebook, duke shoqëruar edhe me një dokument nga dosja. Bardhi ka zbuluar dhe zbardhur pasazhin e materialit dhe dosjes së SPAK, duke e shënuar edhe me bojë në këtë pjesë kur flitet për presionin e zëvendës kryeministres ndaj varësve të saj me inicialet MK.